Fitër Bajrami është festë e bashkimit, e pajtimit dhe e humanizmit. Është dita kur hapen zemrat, kur shtrihen duart e pajtimit dhe kur forcohen lidhjet familjare e shoqërore. Sofrat tona mbushen me begati, por mbi të gjitha me dashuri, respekt dhe minjoje. Kjo festë na kujton se gëzimi i vërtet është ai që ndahet me të tjerët. Kjo është dita kur duhet të jemi më pranë njëri tjetrit, më të kujdesshëm ndaj të varfërve, jetimëve, të moshuarve e të smuarve. Bajrami na mëson se humanizmi nuk është vetëm një ndjenjë, por një detyrim moral dhe shpirtëror që duhet të shoqërojë jetën tonë të përditshme. Mesazhi i Fitër Bajramit është paqja, solidariteti dhe dinjiteti njerëzor në një kohë kur bota po përballet me konflikte dhe luftra që po marrin jetë të pafajshme. Kjo festë na fton të lutemi për paqe dhe të angazhohemi për ndërtimin e një bote më të drejtë. Lutemi që Zoti i Madhërisëm të udhëzojë njerëzimin, të jap fund luftrave, të ndalë vujtjet dhe të sjellë paqe e mirëkuptim në botë. Fitër Bajrami na rikujton edhe fisnikrinë e njeriut dhe misionin e tij në tokë. Njeriu është i nderuar dhe i ngarkuar me përgjegjësi për të ndërtuar, për të ruajtur dhe për të përhapur vlerat e mirësisë dhe drejtësisë. Prandaj kjo festë është një thirrje që të vazhdojmë rrugën e mirësisë, të drejtësisë dhe të përgjegjësisë edhe pas përfundimit të Ramazanit. Të nderuar qytetarë, në këtë ditë të bekuar, më lejoni që në emër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës dhe në emrin tim personal t'ju shpreh urimet më të përzemërta për festën e Fitër Bajramit. Le të jetë kjo festë një burim gëzimi, paqe dhe shpresë për të gjithë ju dhe familjet tuaja. Një urim i veçantë shkon për bashkëdhëtarët tanë në Mërgat, të cilët edhe pse larg dheut, mbeten të lidhur fort me fenë, traditën dhe identitetin e tyre. Le të jetë kjo festë një urë që i afron zemrat dhe i forcon lidhjet tona shpirtërore. Gëzuar Fitër Bajramin, Zoti e pranoft agjërimin, lutjet dhe sakrificat tona, Zoti ju dhënë të paqe, begati dhe mirësi në familjet tuaja.